Protokollare, sigurisht janë të rëndësishme, sepse ai nuk është kryetari i tyre, ai është njën nga subjektet politike që ka shumicën. Është mirë që takohen në kuvend, unë për veti kam pas kritikuar kur i kanë shkuar në zyren e kryeministrit, sepse nuk janë vartës së tij. Hamza i ka shkuar në qeveri, pastaj me Abdixhikun janë takuar në kuvend. Ka pasur edhe më herët që janë takuar në qeveri, sikur i thirrte ky hajdi te mësuesi, po nuk është ashtu. Domethënë, parlamenti, për momentin kemi situatën e kemi tërësisht në parlament, nuk ka as qeveri. Janë të gjitha palët e barabarta, përveç se dallojnë në numra. Dhe kretë bisedimet zhvillohen në institucionin e kuvendit. Është mirë që i shkojnë në takim. Unë e di që LDK-ja ka dalë me dëshiren për të bërë pjesë e qeverisë, që e mendoj që është një qëndrim tërësisht kontradiktor, ma të nënshkurtit. Tani këto janë zgjedhje të tjera, po atëherë pse u mor atëherë ky lloj qëndrimi as këndej as andej, kur është i mundur një bashkëpunim me vetëvendosjen. Çfarë ka ndryshuar tani? Është e njëjta vetëvendosje, është i njëjti zoti Kurti, të cilin na akuzojnë për autoritarizëm, e akuzojnë për shumë e shumë... LDK është kontradiktor. LDK është kontradiktore në këtë qëndrim, tani, aktualisht. Që kërkon që të hyjë në qeverisje, sepse tani, përveç që është kontradiktore për mendimin tim, tani nuk ka dhe shanse, sepse nuk ka nevojë lëvizja vetëvendosje për votat e LDK-s për qeverinë. Ka nevojë vetëm për presidentin. Para këtyre zgjedhjeve, po megjithatë jo afroi 4 ministri. Nuk ka pasur jo afroi ministrit dhe pozitën e kryetarit parlamentit që s'ka asgjë në dorë. Shiko, në momentin që i ka votat për qeverinë, ai sapo ta zgjedh presidentin të largon nga qeveria. Dhe këtë e ka bërë, domethënë kjo edhe kur ka pas nevojë, e ka prishur koalicionin. Prishje e marrëveshjes. Po nuk është hera parë që prishën marrëveshjet. Kjo lloj... Pra s'mund t'i besohet, thoni, Kurti, jo vetëm vetëvendosjes, po edhe PDK-ja ka bërë një gjë të tillë ndaj LDK-s. E ka bërë 2-3 herë. Ka rrezu qeverinë. Ka rrezu qeverinë, edhe pas zgjedhjes së presidentit. Dhe kjo është një lloj pabesie, e cila ka kosto. Dhe cila është kostoja? Kostoja është kjo mungesë e besimit të thellë që është ndërmjet subjekteve politike. Marrëveshjet kur bëhen duhet të respektohen, si në politikën e brendshme, ashtu edhe në politikën e jashtme. Tani nuk ka sanksione për prishjen e këtyre marrëveshjeve. Sanksioni vetëm është vota e qytetarëve apo jo. Nëse në marrëdhënie ndërkombëtare ka dhe sanksione, në raste të caktuara, në politikën e brendshme nuk ka. Mirëpo pastaj është shkatrimi i institucionit të besimit. Pa të cilin, siç e shihet, prodhohen kriza të vazhdueshme. Atëherë çfarë duhet të kërkojë LDK-ja nesër? Unë mendoj që LDK-ja duhet të kërkojë vetëm të gjetjen e zgjidhjes për presidentin.